din? Jashtë kur ka Po i din ndodhur. ti që ka qenë qashtu? Jashtë po flas. Jashtë në publik, mesazhet publike. Mesazhet publike. Nuk është e fërkënaria më mshel dera unë e vendosi. Jo. Nëse pas ka bërë Rugova, keq pas ka bërë. Jo, nuk po them ashtu. Rugova ka qenë jam të figurë thonë. unifikuese, bëre. I ka fitu 46% votave ka bërë bashkëqeverisje, e ka bërë kryeminist Ramush Haradinaj. Ka ndalë të unifikuar qysh duhet vetëvendosja në festim e unifikuar. Ngjerja paraleles mes Rrugovës dhe Albinit. Fal, lidhje s'ka hiç. Ama bashkën kur zgjot. Në aspektin e lidershipit të partisë, as mendim, as ideologji, as Jo, në ideologji s'po them. Në menaxhim nuk krahasohet me menaxhim, në lidership brenda partisë 100% është e njëjtë, po veç forma ka qenë ndryshe. Jo, bërse s'ma do kjo punë kështu. Okej, po s'ma do kjo punë kështu. Pse e pas kanë ngu Rrugovën tash pengon edhe Albinit. Po, nuk është ashtu. Nuk është vetvendosja funksionon komplet me një sistem ndryshe që ka funksionuar LDK-ja gjatë kohës Rrugovës. Nuk po them funksionimin, po them unifikimin e partisë e ka bërë Rrugova, qysh e bën Kurti sot. Nuk fole për unifikim. Ti tha kanë ngu Rrugovën, pengojnë edhe Albinin. Ç'është e kuptova? Po dhe? Apo kupton? Po e ngojnë. Po funksionimi është ndryshe, paralele nuk është kjo. Nuk po them për funksionim, unë po them që cili është dallimi kur për shembull dalin të unifikuar në të njëjtën kohë. Sot na jemi të bindur këtu në studio tonë që nëse i bën 50 deputet, ky e bën vetë qeverinë, na shkalon komplet pjesën që ka na shkalu. Pra, Rrugova ka qenë pragmatik, ka qenë tjetër figurë politike. Kanë qenë edhe rrethana tjera. Ai ka pas, që rrethana tjera. Cila rrethana kanë qenë? Po mas lufte, qëllimi i tij edhe ka qenë. Ai me rrethana tjera që tash pasri. Se do të shkon 5 palë zgjedhje prapë, se s'pe merr dikon me avon president. Qëre, as mendimi më i mirë, ka kauzuar shumë ti. Nëse rrethana ti krijon vetë me partitë. Zgjedhjet që mbajnë në LDK, edhe para lufte edhe pas lufte. Ai veç i ka emruar. Antarët e kryesisë